Numërimi i këtyre fletvotimeve shënon njëkohësisht përfundimin e numërimit të gjitha fletvotimeve që i takojnë zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës të mbajtura më 28 dhjetor. Përfundimi i krejt këtij procesi vetëm 12 ditë pas ditës së zgjedhjeve përbën sigurisht një kohë shumë të shpejtë dhe efikase në menaxhimin e këtij procesi pra pas ditës së zgjedhjeve në vendin tonë. Me përfundimin e numërimit të këtyre fletvotimeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i gatshëm nga ana teknike për të shpallur rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve për subjektet politike dhe sigurisht për kandidatët për deputet. Megjithatë, sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, palët kanë të drejtë të parashtrojnë ankesa në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa lidhur me administrimin e numërimit në qendrën e numërimit dhe të rezultateve brenda një afati 48 orësh nga ndodhja e shkeljes supozuar.